Nëse jeni në menopauzë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Vap, djersitje, luhatje humori. Nëse gjithë çdini për menopauzën, përblidhet në 3 fjalë pararendse, nuk jeni të vetmit. Shumë gra përfshihen në ato që ndodhin në menopauzë dhe nuk e dinë se si të veprojnë me trupin e tyre në këtë fazë të jetës. Në fakt, kërkuesit pyetën 500 gra në menopauzë të shpjegonin dallimin midis premenopauzës, menopauzës dhe postmenopauzës. Në shumicën e tyre, ato nuk arrinin të bënin dallimin e informacioneve. Shenjat e para të menopauzës nisin në të 30-tat, prandaj ato nuk duhet të neglizhohen. Mbahuni fort nga gjendja juaj shëndetësore dhe konsultohuni vazhdimisht me mjekun përkatës. Afshet e nxehta mund të nxisin gjithashtu edhe një ndikim më të madh në jetën tuaj të përditshme. Truri mund të mjegullohet, menopauza është çlirimi më i madh i pjesës më të madhe të femrave, citoi studimi.